mos gjuni kërkush. Ka stret faleminderit. Vesh llaj ka bani Kinga. Hajde të bojnë Allah. Që une si njeri që jo notu në për këto lojna, du me kallëzu mendimin rreth noizit të Unikatilit. Po. Me spjegu. De Kingi, faleminderit. Kur ka i Unikatili në trek, jom kon njoni prej atyëmve që une e kom pëlqy shumë. Se une shka kom boa i ka knu. Po. E para, ta analim që të ma bet. U kon shumë i fort. Për kohën kur ka hi ai ka pas bo revolucion. Shka ka ndonë? Noizi kur ka hi si një djali zi, me do trenerkat këqia, pa dit me knu heq. Edhe shka ka ndodhë gjatë kohës? Noizi ka shku të e rrit levelin, këtë ra. Edhe jo rasisht Noizi ka bo milionat për muzikës, këtë djali s'di me shka o ka mirë, e qëtë 5 vjetë një kongë dhe pretendon Adele mu bo këta, shka s'di. Dhe më thonë, Noizi u konë shumë i dopt, u bo super i fort, ky u konë shumë i fort, ka ardhë një derezhe me bo kongë, pasha zotën Mara. Mara, vallaj, me të ngune e kushti me të prit 5 vjetë. Mara, lene mërdaj, qunë TikToku, po në të thotë mërë shka kini me këta mjute, se të një më mangër zemën. Ik Leonid. Po thotë Ram që konga Noizit s'më me ngu ma shumë se 3 herë. E Katilit halon ngohet që 15 vjetë o vlo. O vla, unë në gjënja do që të në mahal teme i kam që një 20 vjetë të në Noizin. Kërkan që dënë tjetër, një në rritjën vë burat më dhaj halo me kënu Noizin, koncert shkon. Sot ka kalua jo koha cili jo ma i fort, cili qënë ma shumë kile, u fota o zemën. Sot është je i suksesshëm, cili ka bo lek pi i popit. Kush bo një lek pi i popit? Kush ma shumë se Noizi? I vetëmi që mund më afru është Gjettë Gjizi. Unë më konë frina vetë bre tha mune? Po së është që ashtu, vla? Po, normal, fix. Së është që ashtu, se i raj njështë. E dit një në Mejdano. Po pra, 100 herë, 100 levele ma naltë është Noizi për momentin se Unikatili. 100 levele. Asë njoni më s'kom mua betë. Asë Noizin se kom të zak, asë Unikatilin. Asë bashkës s'du, asë shak mi pas kër asë njonin. Për Dëngjonin po thujnë vete. Dëngjonin, që one po të vetë, shka me na për Dëngjonin, që një artist të ri 21 vjetë, 22. Bravo i koft. Piro, la i koft. Shka me të tjetër. Unë e shka të dush me menu, a e rani, po jesë për para, pësa a penal mendimi jema? A të pëlqe Dëngjoni? Jo me thonë kështu me majtë në kjerë me lëshunit Dëngjonin. Atem, se për të më jangu një kongë, ja. Po, a mo kështu të pëlqen? Gjotë keqë s'kam vallaj. A mo ferë të pëlqen ma shumë? Dzven finit të mes. Po jo, se së pëlqen Fera ma shumë se Dëngjoni, valla. Fera mua kam njaran, djali mirë është, që kaqë. O shumë djali mirë, edhe nuk është që unë të ashtë pi klasifikoj pse kam njaran me muzikë. Të një të bëjnë të vetën, graj. E muziki? A e më të qofi njerë. A e më të qofi. Isha la që do t'i me ngu pasha zotën, se kom ngu ala. Edhe do t'ja shpërndaj në Instagram. Hajde ndrojmë tem tash, mos më boti këtu kozak braci se më ljove. O valoj, pasha zotën, veç laf jam të dosh me bo, me ngu në i sen që të kam qef me një piteje. Se gjithë në ka shku më dohet lojve të shku lamsh. E për që ata për të ves. Unë për të ves për artista, për den, mas i jenë qatë lam i për shambull të ti për shambull ki njerëz aden që kanë shkru
për shembull para se më bë të famshëm, unë vetë e kom po. Që unë e për kallëzoj para krejtëve, vetë më ka kallëzu bisedën, për njonin specej, kom tash unë s'po du, kë e din, i ka shkrua edhe në fund, ka qit me kong desa, ku e di, ne, a mo me shkru, i ka shkru, mesazhet i ka, për krejt ata që Nuk ka s'besoj, shkru, po më ka lut o bro, a mund është me më bo support. e kjo o për shembull me ta kthy, abedet mirën me të keq nuk ban. Zemre, më shpirtja, më